Stai parla se dalim. Ok. Spera. A jemi al giro. A mund të më përretinu? Gati? No, tash. Kryetar, sigurisht që keni dëgjuar deklaratat e fundit të ish partnerëve të koalicionit Blen pas takimit me kryeministrin Mickoc, si çfarë ka thënë ata për ju tani? Si i mbetet puna? Dilni nga qeveria ose nuk dilni nga qeveria? Dhe a vazhdoni të tjeni apo ministri? Do me thënë, ne kishim takim me kryeministrin para 2 ditësh, tamë që do të vazhdojmë të bisedojmë dhe jemi në komunikim. Për veprimet më të tjeshme ju informojmë përsëri. Tani kush do ju pajtoj më përpara? Mickovski me Blenin apo Ahmeti me Selën? Kemi nevojë për facilitues, as andej as këndej, kështu që ne jemi partia autonome, të gjitha vendimet i sjellim në organet tona partijake, çdo herë për të mirën e Aleancës për Shqiptarët, që qëllimi përfundimtar është në tetor Aleanca për Shqiptarët të del me sa më shumë komune. Dje kish plot reagime edhe ekipi jon i departamenti informimit, PR-it, më kërkuan reagime. Unë u përgjigja si avlen. Kjo ishte kompletat që desha ta Ka gjëra që vërtet nuk ja vlen të komentohen, edhe unë mendoj se disa politikani shoh me shumë emocione, pak duhet të triggerojsh diçka edhe me njerë të vjellin. Unë mundohem të jemi kujdesshëm dhe racional kur e themi diçka që përmbahemi atyre gjërave që i kemi thënë. Realisht nuk kemi urrëtie ndaj Aleancës. Dgjoni, në qoftë se analizoj tash profesionalisht, subkonsciencë është punë që nuk e kontrollojmë ne. Vetdia është atë që e kemi edhe mundohemi të tregojmë para njerëzve, të dukemi ashtu. Për të pas kaq vlerë duhet kohë, periudhë gjatë të jetë akumulu energji negative dhe them kështu bindje të keqe. Dhe ndonjëherë duhet vetëm të triggerosh ndonjë njeri, dhe shpesh e përdorim edhe në psikologji, për ta nxjerrë atë që e ka në subkonsciencë. Ne nuk e kishim qëllimin as pak që ti trajtojmë ose ti nervozojmë, po thjesht e tham atë që e kemi thënë para një viti, se ne duam të dalim me listat tona të veçanta, mbas asaj 3 javë shihni rrëmuj, bile nuk janë të vetëdijshëm edhe çfarë thonë, që ato ishin që para një viti s'daleshin tu ardhë në Gostivar, tu lutë edhe tu për unë, që ta sjellim ndryshimin, por ky ndryshim nuk është ai ndryshim që e premtuam ne para qytetarëve para një vit. A jeni në dy karrige si që akuzojnë? Absolutisht jo. Ne për tash kemi një vendim të partisë, edhe ai vendim është që dalim me lista të veçanta si Aleanca për Shqiptarët, kurse për kandidaturat veç nisim të promovojmë nga larg, sonte nisim prej Gostivarit, do ta promovojmë kryetarin e shtabit dhe kandidatin për kryetar komune. Të dielën e promovojmë në Vrapçish, dal nga dal gjitha komunat i formojmë shtabet dhe i promovojmë kandidaturat tona. Varësisht prej asaj a mbetemi në qeveri apo shkojmë në opozit, varësisht prej asaj dhe mund të kemi bashkëpunime të caktuara me parti ndash opozitës, varësisht aty ku do jemi. Në qoftë se jemi në pozit, do bashkëpunojmë me partit të cilët janë. Unë me Vlenin e shoh që nuk ka më hapësirë, kështu që e shohim si e vëm, do ta shohim. Dalja juaj nga qeveria, nuk kupton që e fundi vendin realisht në zgjedhjet parakoshme? Jo, mendoj se numra ka qeveria, as që kemi intencën atë. Shumica shqiptare mendon deputete, opozita. Po e di, po s'prish puna, unë mendoj se nuk prish punë, mund të ketë një deputet, 2 deputet që dalin prej këtyre, shkojnë te ato, ka pas lëvizje, s'prish puna jo. Unë parimisht që kam thënë, më shumë janë për zgjedhje lokale, vetë mbajnë, e pastaj shkohet në zgjedhje parlamentare vitin e ardhshëm eventualisht. Por në qoftë se kjo shihni zgjedhjet parlamentare varen vetëm prej VMRO-s. E askujt tjetër. Krejt mund të kemi dëshira, po VMRO-ja në qoftë se vendos shkohet, ne patjetër e kemi ta pranojmë edhe do të shkojmë në zgjedhje parlamentare, por në qoftë se VMRO-ja nuk është për zgjedhje, kot ne mund të shprehim dëshirat e gjitha partitë. Jemi korrekt kështu. Ka më një vit jeni qeveri. Në çfarë jeni nga ajo që ofendoa shumë?
Qytetarët shqipt se nuk e kanë ambicion, është mënyrë e qartë. Ku ka ambicin pasi? Gjoni, unë e thash, e kam thënë edhe ma para, se problemi ka qenë që asnjëherë në Maqedoni 4 parti s'kanë qenë bashkë në qeveri. Asnjëherë s'kanë ndodhur. Tash ishin 4 parti. Ideologjikisht komplet kundër. Çdo kush me mendjen e vet, çdo kush me qëllimet e veta. Unë për vete prej para vitit 3 fillova ta ndjej Aleancën për Shqiptarët sikur e huaj aty. Edhe në shkurt ndodhi që vetë shifeshte se ne jemi total të desinkronizum, kur je total i desinkronizum, dikush e shfrytëzon atë. Dukemi keq, unë kur e them dukemi keq, ato më thonë jo super jemi. Konstatimi juj tash ju e thoni si gazetar se s'dukeni mirë. Ky është konstatim që e kam thënë para 1 muaj, 2 muaj. Ai zbuti Sela sa të paktonët kanë shqy deklaratëve të kaluara që nuk ka më bashkëpunim, s'mund të bashkëpunoj me ne, kur tha, po ndoshta nëse nuk po falja. Si të duk deklarata e tij? Se di, unë ju uroj shëndet edhe sukses. Kalamari, për shembull, ovvjet valen në bërë.